Bekimi i bukës për Pashkët është një nga momentet më të rëndësishme dhe simbolike në traditën e krishterë, veçanërisht në kulturën shqiptare dhe ato lindore evropiane. Kjo bukë e njohur dhe si buka e bekuar apo buka e Pashkës nuk është vetëm një ushqim, por një simbol i thellë shpirtëror dhe i shpresës së re që sjell ringjallja e Krishtit. Gjithashtu në Lezhë është zhvilluar ky rit fetar, ku ishin të pranishëm besimtar të shumë. Veste kuqe, bukën, djathin, gjithë mirat e pranisë, gëzuar për shumë vjetë, festat mara, për gjithë popullin shqiptar, kudo që ndodhet, gëzuar. Do kohë s'kena pas kishkon, në atë kohë. Shumë vështirë. Jo, po minimum filloj, mos jelë e kena njek, prap, ma mirë. Buka e bekuar është një shenjë e ringjalljes e jetës së re që vjen pas vuajtjes dhe vdekjes. Gjatë Pashkës, buka shpërndahet mes anëtarëve të familjes si një gest i dashurisë, i faljes dhe i unitetit. Zakonisht, buka bekohet nga vigjilja e Pashkës. Ajo është ushqimi i parë që konsumohet pas kësaj periudhe të përmbajtjes shpirtërore dhe fizike. Familjet shpesh e vendosin bukën në tryezën e mëngjesit të Pashkës, krahas vezëve të kuqe dhe ushqimeve të tjera tradicionale. Kjo traditë rrjedh nga praktikat e hershme të kishës së krishterë, ku të krishterët sillnin ushqimet e tyre në kishë për t'u bekuar nga prifti si një mënyrë për të shprehur një njohje ndaj Zotit dhe për të kërkuar bekim për shtëpinë dhe familjen. Në shumë vende slave dhe ballkanike, por edhe në traditën shqiptare, zakoni i takon ndër breza si pjesa e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore Pashkëve.